Unë s'di, këtë njerëz do më thonë që jam shumë i amël, po s'di së më dërë sheqerin gjak bashkë bëna mara. Sta shumë do të qëtësi. Okej, hajde. Kjo jem ja? Edhe kjo jem ja? Unë që ka kësha sugjeruar që me pas një dietë pak ma të balancume, një dietë pak ma lloj-llojshmëri, mos me bo një jetesë ku për shembull të ditë nuk han bokë ose kur do që han tepër shumë. Sot jam tipa do na për çdo shosh të Prishtinës kanë dalë infermierët, kanë dalë mjekët. Përshëndetje. Përshëndetje, shëshine. Guzoj mull? Po, patjetër. Çish po kalane? Mirë, faleminderit. Çajni të bo këto? Sot për nditje botërore e diabetit kemi vendosur që me matë sheqerin të personat për pagesë dhe muna me matë gjithashtu edhe tensionin. Për gjithë qytetarë që janë të interesuar. Okej, e unë pe mati kam sheqerin. Po. Hajde sheqerin ta kështu. A me je kunazën ajo? Po, më në shme këtë të ki. A ke matë në ermarët? Jo, A keni histori familjare të diabetit? jo. Dish inshallah së më dhem. Pak, po jo shumë. Au, a kemi ma preja? Jo. Më shku. Valla me kom kisa kaj. Jo, më isë pësë më dhejim ti. Kjo është për diabet, apo? Aparati funksionon me 5 sekonda të alëshit rezultatin, gjithashtu e ka dhe 3 mujorin instalu. Sheqerin e ki për momentin 5.2 që është shumë mirë. Në më thonë në e di, A ke vallaj. unë diçka buksot? Jo. Mirë e ki. Në më thonë të sheqerin e kam shumë mirë. Regull e ki. Okej. Njerëzit do të marrë këtu me matë sheqerin. Çka nëse i del sheqeri keq? Tash në momentin na e bojna pyetjet nëse personi është diabetik, na i kemi të shpërndar dhe aparatet pa pagesë. Nëse është personi diabetik edhe ka aparatin për shembull vjetrum ose nuk kanë aparat në shtëpi, na jemi të dhurua edhe një aparat falas për ata që me mujt edhe në shtëpi me matë sheqerin edhe vet. Po. I kemi aparatat bionime. Jemi të dhuruar të aparatin pa pagesë, tash ata në shtëpi mund me matë edhe para ushqimit edhe mas ushqimit edhe gjithashtu e përfshin edhe 3 mujorin. Zakonisht përmes 3 mujorit personi e din nëse ka diabet apo jo. Normalisht sugjerojmë edhe me bo analizat në laborator edhe më konsultu tek mjeku profesionist specialist, po edhe përmes aparatit më nëshme pas një ide pak a shumë nëse jemi diabet apo jo. Në më thonë që të aparat, Po. njerëzit që shkanë me përdojnë në shpe, kërës pas nga po që se, po ta thamë shumë seriozisht. Pa problem. E marri njerëzit e shpojnë gishtin me qato, a? Pa të rega. Hajde. është diçka shumë e mirë të dashurit e mi, sepse vërtet duhet mi kushtu vëmendje shumë shëndetit, sepse jetojna me një kohë ku gjithçka është jo e fabrikume, jo origjinale, kështu që në jetën e plastikës, jetën e Okej. Brenda, gjendet dhe fletushka që janë udhës përdorimet, janë përkthime në gjuhën shqipe dhe janë edhe me figura që mundi me pas. Okej, po bravo. Është shumë e thjeshtë edhe për mu përdor, po edhe për mu lexu për krejt moshat. Brenda gjendet aparati, cili përcakton sheqerin. Këto janë troka të cilat përdoren ambullancetat, këto. Edhe kjo është pjesa me cilën te kemi shpu gishtin. Tash varësisht se sa fell ose sa do me shpu, më nësh me rrotullu kështu, ngrin edhe me kështu shpohet ma ndej Edhe ja shpon sa ma thellë sa ma mirë. Po, kjo është për me i testu trokat, nëse janë hala të përdorshme, po normal këto e ki edhe afatin e trokave. Okej. Këto janë gjelponat që vnohen në këtë pjesën për me shpu gishtin. Po na jena të rritregu edhe paka shumë qysh përdorët, që me pas edhe një ide, se zakonisht e kena një... Ju jeni shtetëror apo jeni privat? Jo, na jemi privat. Ne jemi për kompani Salvos, që është kompani kroate. Kompani kroate, halal ju koftë, ju që i bani kësi gjana, sepse vërtet është në kone fundit shëndeti është primar për çdo secilin person. Ku gjendni ju? Ne kemi zyret në Vrek të Diellit, po ne punojmë në përbanatore. Produktet tona i kemi bionime, është edhe rësmaksi produktetet që mundi me gjetë në gjitha banatorët gati thajsin krejt Kosovën. Tensionin tash ka me mata, po? Po, tensionin mund shumë atë koljerë. Hajde, që tash të shkojnë atë koljerë kër kanë zonë. Shti plajt, pak shumë. Edhe, do me thonë, që ju rekomandon njerëzve? Fillimisht me pas një dietë ekuilibrume edhe... Do të me je këto? Po. Ajo? Të vere një aparat, se pak një krypë që rinë.
Edhe ma të shtëpia. Ka përsen. Më në shë Okej. Fon në afro pak, se dora në vinë që këtë vëzit. Do të manaj? A ke marrë në jarë marrë tensionin? Para një 7-8 mujve. Okay. A keni histori të tensionit në artë në familje? Jo. Na familjarisht i na pa tensia. Huku dhe detencionit. Unë s'di, këtë njerëz do më thonë që jam shumë i amël, po s'di së më dërë sheqerin gjak basho bana mara. Sta shumë do të pak qëtësi. Okej, hajde. S'ka që një orë, që se një orë disha që këmë hova, normal që do të me regullë. S'kam qitë. Ma ma për që këta ka. Tension. Da, të po. Se të mojnë aparata nga të shpia që më të shtu. Hajde. Ерза, ndrova aparatën së gjajsë është të që kështë në. Jo, i ri është. A? I ri është. Okej, falsi. As po më del mira. Po, vjetë Glesa. Vjetë. Fal. Se kilon në askultim. Okej. Është qështë? Në thos po më del mirë, di shka u kanë ndodhë me mu, ko tër në emergjencën, tër në emergjencën. Vetë një moment që ki nejtë ma shumë për folë. Oh, ku po valla. A mos me folë tash, a? Shumë. Nishin e 91 me nishin e 2. është nalë pa. E mori. Rrëve, ma ti më qenë. Ma hapë qenë e të gjithë. Po, që të parot të të ka të e sa të të që ka të të është profesor. Nuk është si... 197 Çka i bje? I vjen që e ki mirë, qëtash po besoj që veç ke pas lëvizje. Po jo lëvizje për ditë. Me thonë, është mira se Nuk është diçka- ku thash zahër që s'ma matë ke qatere, thash zahër, du me dek, du dek njeri pi tensionit, a dek. Jo, pa problem. Është aparat pak një avancu, mëret me ta diktu edhe nëse ki aritmi të zamrës, për shembull, edhe e ka pjesën e memory që mund është ti përcjell gjendjen e A tensionit. që e ke për zemër, po mama? Në zemrën e kisha mirë, ja zemrën mirë e kam, ja, vallahi, mirë. Se e di pse e kam zemrën mirë, se këtë botës ja pa zemrë. Mirë, pa problem. Mi shëndetshëm kështu. Faleminderit shumë, Faleminderit ju rujt edhe zoti, juve. kjo e jam ja? Edhe kjo e jam ja? Ja. A vi njerëzit ish me marrë se në falë apo jo? Zakonisht nuk ndodh, se është një temë kogja sensitive, sidomos tema e diabetit, që fillimisht na si popull nuk është jemi shumë të vëdishëm rreth diabetit ose çka është saktësisht diabeti. Kështu që po besoj që kurdo që veç don me marrë sheqerin ose është i interesuar për me marrë sheqerin ose kanë histori familjare të diabetit ose kanë marrë ndonjëherë dhe ka dalë sheqeri pak më lart, kështu që janë të interesuar dhe kurioz për me marrë vet ose për mu interesuar edhe për familjarët e tyre. Sa mirë ke fol, sa mirë ke fol, halal të koft. Nuk të ko marrë vesh sen, veç e mirë ke fol. Edhe një aparat për velimën do të më ma dhanë. Velimi janë i këshikemi ajo hatë 3 leqe çdo mëngjes. Si të shohët, pi gjumit velimja, oj velimet, hakshin 700 dreqen, të pëta bini aparat inshallah, dek ma frike mjetë aparat të falë.
Po më e për vedimin. Faleminderit shumë. Këto e mora për Amirmanin tem. Ju të dashur miq, kushtoni vëmendje shëndetit juve, pak me sarkazëm e bënëm, po diçka shumë e mirë, sepse vërtet ka kanë unë së hin gjithkujt në ndorë, sepse në thut na tham që të mos e keni më javshti shiqerin. Jo, me qëta jo. Kishëm pas riliqa baklava, po, jo me qëta jo. Jo pas riliqe, po tash dashti e ke mush këta me sherbete. Ishta problem Do alkohol. të thonë mesazhi jot për gjithë personat që duhet mi kushtu vëmendje e shëndetit. Unë që ka kësha sugjeru është që me pas një dietë pak ma të balancume, një dietë pak ma lloj-llojshmëri, mos me bo një jetes ku për shembull të ditë nuk han bokë ose kur do që han tepër shumë, me qenë sanet pak ma ndome, pak ma të balancume, në momentin që shet që diçka nuk është u shku ose doket që diçka ka ndru në organizmin e ju me shku te mjeku, te mjekët familjar, se ne nuk e kemi alat kulturën me shku te mjeku familjar, zakonisht ne shkojmë veç kur t'jena kështu që thojmë tu dek, që atëherë Po mjeku familjar për të thotë hajde mas në orës 4 jam te privati, ku me shkuaj? Jo, te mjeku familjar me udhëzimin nëse e shef mjeku familjar që ki diçka gjendje ma serioze, normal të dërgon te specialisti, edhe mandej më nësh me përcjell edhe shëndetin, me i përsërit analizat e gjakut çdo 6 muaj, edhe ajo është shumë me benefit për secilin person. Mi ti pish në njerëzit veç të fol. Halal të po. Trujt zote, ju të dashur me që rini me neve sepse gjanat e mira i sjellim na Kosova Info ju informon për çdo gjë.